أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave virtytet e moralit. Sot është tema e 9. Sot jemi me një virtyt tjetër për virtyteve të moralit të Islamit, që quhet altruizëm. Ndoshta arabisht quhet ithar. Ndoshta ka nevojë pak me sqaruar çfarë do të thonë. Do të thonë me pas çka cilësi, me qenë altruist, do të thonë është një cilësi e njerëzve të mëdhej, siç thonë dietarët, njerëzve të veçantë, besimtarëve të mirë. Altruizmi është e kundërta e egoizmit. Egoizmi çka është? Do të thonë ai që veten mundohet që gjithçka me marë për vete duke e lënë tjetrin keq. Altruizmi është e kundërta, me e lënë veten keq, do të thonë për vllajën tënd musliman. Me e lënë veten tënde keq. Nuk është bujaria. Bujaria çka është? Mi ndihmu dikujt. Mirë, po pa e lënë veten keq. Ndërsa altruizmi është, për shembull, ti me met unt, vetëm vllai jot të ngopet. Do të thonë ti me mbet ndoshta me të ardh ftoft, vetëm vllai jot, do të thonë mos e përjetoj ftohtin se ja e pteshat. E kështu me radhë. Do të thonë altruizmi është të vendosësh tjetrin para vetes në ato gjëra të dunjas. Do të thonë bëhet fjalë për punë të dunjas, për të cilat ke nevojë edhe vet. Përkundër tij është egoizmi që të thotë të mbash mirësinë vetëm për vete dhe ta përvetësosh atë pa u dhënë të tjerëve. Çka është altruizmi? Altruizmi është petku më i mirë dhe parimi më fisnik. Ai është dëshmi e thellësisë së imanit dhe e besimit fort në atë që është tek Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili, më thonë, është i lidh, shpirti i tij është i lidh për atë që është Allahu, jo atë që është e kësaj dhunjaje. Më thonë çfarë është altruist? Altruizmi është shenjë dashurisë së njerit për vëllezërit e tij dhe dëshmi e pastërtisë së shpirtit nga egoizmi, lakmia dhe vetpëlqimi. Besimtari i vërtetë është ai që i do sinqerisht vëllezërit e tij, është ai që jep nga ajo që ka, edhe pse ka nevojë për ta. Ai pranon të vuaj urinë që të ngop të tjerët, të lodhet që të pushojnë vëllezërit e tij dhe të rrisë gjuar që të flenë të dashurit e tij. Dhe kjo është, për shembull, për me bën roje. Altruizëm është nëse ti, do të thonë, e duron pa gjumsin për mi rujt vllazën, kjo bëhet fjalë, do të thonë, për vende ku ka nevojë me rujt. Altruizmi e ngre shoqërinë në maja të sigurisë. Paramendoni në një shoqëri ku njerëzit ja dojnë të mirën më shumë vllaut se sa vetes. Çfarë situate do të krijohet në atë shoqëri? Do të thonë siguri e madhe. Pse se me kohën e kundërta ku secili do me marr për vete, aty krijohet pasiguria. Në një shoqëri ku njerëzit më shumë i japin përparësi vllajt të tij musliman se sa për vete, atë krijohet një gjendje sigurisë shumë e madhe. Pse se studesh, sa s'ka shans me të vjedh, s'ka shans me të dëmtu, s'ka shans me të bëu keq, sa i veten e le keq me atë veten që e ka ta jep, atë veten që e ka ta jep, e jo më me ta marrë, do me thonë atë që është e jotja. Allahu subhanahu wa taala me këtë cilësi ka lavdru ensarët. Në Kur'an, në surën Hashr, ajeti 9. Ju e dini se sahabët ndahen në ensarë dhe muhaxhir. Ensar janë, do me thonë, ndihmëtar. Ata të cilët ishin muslimanët e Medinës, të cilët, do me thonë, i hapën shtëpitë e tyre për mërgjimtarët të cilët erdhen prej Mekës. Ata të Mekës quheshin muhaxhir. Këtë emërtime Allahu i ka emërtu kështu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do me thonë, shokët e pejgamberit sallallahu ose është ensar ose është muhaxhir. Muhaxhir ishin ato muslimanë të cilët bënën hijret prej Mekës dhe lanë gjithçka që kishin atje në Mekë për me shpëtu dinin edhe imanin e tyre, se nuk kishin zgjidhje tjetër. Sa ato vendosën me ekzekutu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, derisa Allahu subhanahu wa taala ju dha leje besimtarëve, tha, me lëshu Mekën dhe me shku, do me thonë, në Medinë. E tash Allahu subhanahu wa taala
që këta ensarët medinelit, të cilët e bon një gjestë shumë të madh, një gjestë që është shumë interesant se kurkun nuk mundesh me gjetë në historinë njerëzore. Merë lexoje historinë e kinezëve, historinë e persianëve, historinë e romakëve, perandorive të mëdha dhe të lashta. Nuk mundesh me gjetë që ka ndodhur me ensarët. S'mundesh me gjetë kurkun. Pse se kjo është ndërtu, domethënë ky altruizëm të cilin e kanë tregu ensarët është ndërtu mbi një iman të fuqishëm. Iman të fuqishëm. Çka thot Allahu subhanahu wa taala në surën Hashar ajetin 9? Thot: "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Që do të thonë, ata që banojnë në Medinë, dhe me muslimanët e Medinës si quhen ensar, dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mërgjimtarët, muhaxhirët që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndijejnë kurfar rëndimi, e bajnë me gjithë qef, jo me zor. Në zemrat e tyre nuk ndijejnë kurfar rëndimi për atë që u është dhënë atyre, por duan të bëjnë më mirë mërgjimtarëve se sa vetës, edhe pse vetë janë nevojtarë. Kushdo që ruhet nga lakmia e vetvetes, me siguri që do të jetë fitues. Për çka flet këtu Allahu subhanahu wa taala? Këtu flet për ndihmën që ensar. A dini çfarë ndihme ka qenë ajo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që erdhi në Medinë i boni 3 hapa të mëdha. E para e ndërtoi xhaminë e vet. Edhe ai ishte institucioni kryesor për ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përhapi mësimin e tij, edukimin e tij dhe e formoi shoqërinë e sahabeve. Institucion, ajo ka qenë gjithçka, ka qenë xhami, ka qenë, shkollë, ka qenë, vendi tubimeve, organizimeve, planifikimeve, krejt xhamia. Kjo është hapi i parë. Hapi i dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i konsolidoi radhët mes shoqërisë muslimane. Që me thonë, i forcoi. E boni një prej faktorëve për me qenë i fuqishëm një popull, është mos me koni përçari ndar, po me koni lidh me njëri tjetrin. Çfarë boni? I vllazëroi ensarët me muhaxhirët. Dhe e treta e shkruajti atë kartën e Medinës. Karta e Medinës për mi rregullu raportet edhe me ata të tjerë që ishin muslimanë në Medinë, me jahudit. Edhe për një e boni një shtet shumë të fortë. Të janë 3 hapa. E ndërtoi xhamin, i vllazëroi ensarët dhe muhaxhirët dhe i shkruajti atë kushtetutën e parë. Nuk njifat asnjë, kartë që ka përmbledh nene dhe ligje për raportet ndërnjerëzore më e vjetër se sa kjo. Nuk ka. Kjo është në shekullin e, shekullin e 7, fillimi i shekullit të 7, diellor. E tash. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e boni vllazërimin, mirë po jo vllazërimin të cilin e kemi ne sot e kësaj dite, se këshire muslimanët janë vllazën, apo? Thot Allahu subhanahu wa taala innamal mu'minuna ikhwa, apo? Me të vërtet besimtarët janë vllazën. Jo kjo është vllazërim, i përgjithshëm i fesë. Se cilin që i ki musliman pa marrë parasysh ku është në dunja, është në Kina, është në India, është në Amerika, është në Evropa, kudo qoftë, e ke vlla. Jo, e boni një vllazërim hala më të ngushtë. Çish? E boni një ensar, vlla me një muhaxhir, ama vllazën edhe që sikur me kompi gjaku, të cilët do ta trashëgojnë njëri tjetrin. Nëse vdiste njëri prej tyre, e trashëgonte ki tjetri. Për shembull, ensariu nëse vdiste, vllai vet muhaxhir, e trashëgonte pasurinë, shtëpinë, krejt çka kishte, ki që ka vdekur. Dhe kjo ka qenë për një periudhë të caktuar, mos e nosh nal. Sa Allahu subhanahu wa taala këtë e boni, e urdhnoi në Kur'an në mënyrë që, të konsolidohet dhe të forcohet shoqëria. Edhe ata qatë shumë u bon vllazën, sa që ensarët vinin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sa me caktonte. Për shembull thike Selman Farisiu do jetë vlla me Ebu Derdën. Me Ebu Derdën.
Për shembull, Abdurrahman ibn Aufi, se Selmani i Mekës e Abu Darda i Medinës. Abdurrahman ibn Aufi do t'jetë vëlla me Saad ibn Rabia. E kështu me radhë, edhe i caktonte. Vishin ensarët në aty te pejgamberi sa të xhamia, edhe nuk dojshin mu kthi pa e marr dikan, domethënë me vete prej muhaxhirëve. Nuk do i kemu kthi, se normal kjo ka zgjat disa një periudhë kohore, domethënë ka zgjat derisa i ka gjetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë një nga një sahabët. Mirë po kërkesat e ensarve për me marë si cili një vlla, të cilin do ta ketë sikur se vllajin prej gjaku, ishte shumë e madhe. Çish ishte e madhe? Kishte më shumë kërkesa se sa muhaxhir prej. Kështu muslimanët çdo herë kanë treguar solidaritet. Unë e maj mend domethënë këto domethënë këta azilantët e Kosovës kur patën ardhur në Llac. Domethënë unë atëherë kam qenë student në Medinë, mirë po vitin 98-99 apo. Edhe ne shumë prej muslimanëve të Maqedonisë kanë marrë në shtëpiat e tyre. Domethënë kjo është solidaritet quhet. A kjo që e kanë bën ensarët, kjo quhet altruizëm. A dini pse? Se domethënë ai ka dhënë përparësi me ato që ka pas vllajt vet. Për shembull kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë këshire, unë e kam vetëm një ta zam 3-4 druna palma të hurmës. Unë e kam qef që këto me ja dhon vllajt tem. Se banorët e Medinës pasurinë e kanë pas në hurma, ndërsa banorët e Mekës pasurinë e kanë pas në deve. Mirë po këto Mekelit kur gjon s'kan pas me vete. Kur nisen. Domethënë ja ka dhon vllajt vet. Jo vetëm i ndihmu. Sikur se bëjnë muslimanët në për botë, elhamdulillah, që të ne është domethënë shumë e theksuar kjo ndihmë. Jo, i ka dhon përparësi vllajt vet. Dhe kur s'ka mujt për shembull, kanë ardhur 4-5 ensar. Edhe kanë thonë, valla, unë po du me marë filanin, që e ka unë du me marë që jetë me bon vlla. A që i ka thonë, valla, edhe unë du me marë këtë. Që kanë bon, kanë qitë shartë. Kush ka me marë filanin vlla? Edhe ato masane janë njofë si kurse vlazën. Tamam, si kurse vlajnë, dhe me thonë që e ka prej gjaku. Jo lidhja fetare e përgjithshme të cilët kanë bete musliman. Kjo ka qenë në periudhën e partë, dhe me thonë ka qenë disa vite, në periudhën e partë Islam. Për çfarë Allahu subhanahu wa taala, domethënë i ka lavdruar në Kur'an ensarët. Për çfarë edhe ka thënë pejgamberi në disa hadithe tjera, dashuria ndaj ensarëve është prej imanit. Urrëtia e ensarëve është munafiqllëk, është hipokrizi. Se këto janë ata, domethënë të cilët janë përkrahësit më të mëdhenj të formimit të shoqërisë së parë islame, se muslimanët në Mekë i kishin domethënë i kishin përjetu krejt llojet e nënçmimeve dhe më në fund edhe persekutimit, se i kanë kërcënuar për me lënë vendin e tyre. Është gjithashtu një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flet për këtë cilësinë ose virtytin e altruizmit. Mi dhon përparësi tjetrit veten me lënë keq. Kjo është një rast shumë interesant. E transmeton, domethënë Abu Huraira radhiyallahu anhu, është në Sahihul Bukhari, thot, erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, nëse ka mundësi me mbon konak të ti, se ishte, domethënë nuk ishte nga banorët e Medinës, një besimtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çoi dikan te gratë e tij për me vet për ushqim, për me lip ushqim diçka më dhon. Mirë pa ato i than përgjigje ertë. Ka thonë vetëm njëonit prej masi ertha i misafiri, tha shko diçka merr ushqim të shtëpia ime. U kthie ai personi, tha ja Rasulullah, gratë e tuaja po thonë që kur gjon nuk kanë përveç ujit, veç ujë kanë. Kur gjon nuk kanë me hangër, as hurmë, as kur gjon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kështu: kush do ta gostis, domethënë kush do t'i bëjë konak dhe do ta pranoj si misafir këtë person? Njëri nga ensarët, domethënë kjo është mas vllazërimit që e bani pejgamberi. Njëri prej ensarëve tha: unë i dërguari i Allahut. Ai e mori atë misafirin me vete dhe i tha gruas së tij: nderoje misafirin e pejgamberit Allahut. Ajo tha: po ne nuk kemi kur gjë përveç ushqimit fëmijëve për sonte që e kemi.
Ai tha, burri tha, përgatitet ti ushqimin, ndiz llambën dhe veni fëmijët të flenë kur të kërkojnë darkën. Gruaja e tij e përgatiti ushqimin, e ndezi llambën dhe i vuri fëmijët të flenë. Pastaj ajo u ngrit sikurse donte ta rregullonte llambën dhe e fiku, e boni terr. Masi që e përgatiti ushqimin, tash erdhi mysafiri, e fiku llambën. Edhe u hunxën për me hangër. Ata di burë e gruaja dhe mysafiri. Mirë po, ata të di bënin sikur po hanin. Por në të vërtet ata nuk hanin se s'kishin shumë ushqim, krejt ushqimin ja lanë me hangër mysafirit, atë pak ushqim që e kanë pas. Të nesër në mëngjes, burri shkoi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha kështu. Tha, Allahu qeshi, ose në disa transmetime, Allahu u mahnit me veprimin tuaj gjatë asaj nate. Allahu u mahnit me veprimin tuaj. E një vepër kur Allahu e do, mahnitet me ta, ose qesh. Se ka shumë hadithe ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu qesh me një person, do me thonë, sikur me thonë Allahu gëzohet me një person, që e bën një veprim të caktuar. Kjo tregon se është një prej veprave, edhe normal duhet me pranu këtë se kjo është diçka e rrallë. Jo krejt njerëzit mundën me bon që ketë. Mundesh me gjetë, nuk thomë, të musliman gjenë që kësi. Mira ma, jo krejt njerëzit mundën me bon që ketë. Kjo diçka është shumë e veçantë. Me lon vetën keq për mi ndihmu vllaut tënd musliman. Mirë po, është edhe një mesele tash që është shumë e rëndësishme. Altruizmi nuk lejohet vetëm në thamë qka, në punë të dunjas, altruizmi është i mirë. E le ushqimin, e le vetën unë për me dhonë ushqimin vllajt tanë. E le vetën ndoshta keq për tesha për me dhonë vllaut tanë një par kpucë ose një palto ose çka do koftë. Mirë, po nëse bëhet fjalë për ibadete, nuk guxojna këtu, domethënë me e lënë vetën keq në ibadetet dhe zbatimin e urdhnave që kemi ndaj Allahut për mi dhon përparësi dikujt tjetër. Unë e kam përmendur këtë meselë shumë herë. Për shembull, ka të një herë kjo haram është. Për shembull, nëse e kije ujë vetëm për me marr avdes ti. Çaç ujë kije. Edhe shef një musliman më thon, "Merr vetë merr avdes se unë ai po marr tejmum." Haram është në këtë rast. Për arsye se ai i cili në kësi punë, në ibadete, dhe me thonë je për parësi tjetër kuj. Këtu s'ka, këtu du të me ngaren, se cili me fitu se ibadeti është udhëtimi jonë drejt Allahu subhanahu wa taala. E ai cili në këto punë të ibadeteve je për parësi tjetër kujt, dhe me thonë i ngjan kujt, i ngjan sikurse personit i cili është udhëtu me shokët e vet me shku dikon. Edhe e nal dikush ban muhabet pak. Ato hecin grupi. Mas ai qetrit nale dhe ai qetrit nale dhe ta merr kohën, edhe ti metesh do me thonë pa mrinjagje, pa shku dhe pa shok. Ka situata kur altruizmi mundet me kon me kru, jo haram. Në rastin e parë, tham që është ndaluar. Ti ki ujë vetë sa për me marr abdes, jep tjetër kuj. Ose për shembull ti ki mundësi ditën e xhumë, ki mundësi mi u afru imamit, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka përmend një prej kushteve, domethënë është mi u afru sa më tepër, sa më nga imamit, çfarë është më sevap ditën e xhumë. Mirë, po ti nuk afrohesh i thu, ai në çkojnë këto të tjerë se domethënë këta, ose për shembull punën e ezanit. Ti e ki për mundësi me thirr ezanin, se e ki detyrë, domethënë ja jep tjetër kuj. Kjo është mekruh në këtë rast. Është mekruh. Gjithashtu mekruh është, domethënë safin e parë mja leshu dikujt, përveç dy personave nuk është mekruh. Safin e parë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, me ditë njerëzit se çfarë sevapi ka për safin e parë dhe nuk kishin me gjetë rrugë tjetër për mu marrë vesh sekret në smujna mu fal safin e parë, apo? Dhe s'kishin gjetë rrugë tjetër për mu marrë vesh përveç shortit, kishin me qitë short kush ka me nejtë safin e parë. Veç dy vetave lejohet me valeshu venin safin e parë. E para hoxhës, e këtë potencojnë dietar, e dita babës. Vetëm këtyre dy vetave. Tjetër kujt është mekruh, nuk është haram, po është mekruh, është e papëlqyer, domethënë me ja leshu venin. E tash, që kjo cilësi altruizmi
nuk mundet të arrihet, se parashtrohet pyetja mirë, që hajt, a qysh mu bo altruist? Qysh me largu prej vetës atë ndjenjen e egoizmit, me menu veç për veten, më kon vetjak. Në me thonë, veç për vete me menu, qertë mos me t'interesu. Qysh me arrit këtë cilësi? Nuk mund është me arrit cilësinë e altruizmit përveç se me 3 gjana. E para është madhërimi i hakut të huj, të drejtave të tjetrit. Se cili ka të drejtat e veta. Nëse ti nuk i respekton të drejtat e tjetrit, nuk i madhron të në aspektin që nuk i çmon dhe nuk i kujdes që mi zbatu ato, s'munësh kur me kon altruist. Ka njerëz të cilët për pak e për shumë e shkelin të drejtën e tjetrit. E para është madhërimi të drejtave. Të njohësh dhe të vlerësosh të drejtat e të tjerëve mbi veten tënde. Ka dikush hak ndaj teje. Duhet me pas kujdes, mos me i bo kur kujt keq, domethënë mos me i prek të drejtat e tjerëve. E dyta, me urrejt kooperacion. Nuk mundet kooperaci me kon altruist. Kooperaci kur nuk mundet me kon, për çfarë duhet me shëru kooperacion? Duhet me shëru kooperacion. Që shërohet kooperacia? Duhet me detiru nefsin, në me thonë që me dhonë zëqat, me dhonë sadaka. Duhet me ushtru se cilësit e mira me ushtrim dhe me trajnim arrihen. Sabri arrihet me ushtrim, të bo sabër, të e nal vetën. Maturia, për që me kundër ta e ngutjes dhe nëzitimit, arrihet të bo sabër, edhe kjo dhe me thonë duke trajnu vetën me mos mu gut, mos me thonë fjallën e fundit të parën. Se dikush fjallën e fundit e thot në fillim, mëse ne bëhet pishman, a bishka bona. Me thonë me trajnim. Me thonë, kooperacin duhet me shëru. Nëse e shef që se ka njerëz Zoti na ruaj, a kooperacia ka thonë pejgamberi edhe imani nuk bëhen bashk. Nuk ka cilësi e besimtarit, në me thonë me kon tamaqar, me kon dorë shtrëngum. Besimtari duhet me kon bujar. Dhe e treta është dëshira e flakt për virtytet e larta të moralit. Dëshira e flakt për se ne kur e ndëgjojmë për shembull sa mirë qen ka me pas zemrën e shëndosh, sa mirë qen ka me kon altruist, sa mirë qen ka me kon i turpshëm, sa mirë ne duhet mu mundu mi arrit këtë cilësi. Ti nëse për shembull altruist, s'ka lidhje, unë s'është puna jeme ajo. Po mirë, pastërtia e zemrës, s'është puna jeme ajo. S'ki dëshirë dhe me thonë për mi arrit virtytet e larta. Më thonë këto 3 punë, madhërimi të drejtave, në më thonë shërimi i kooperacisë dhe e treta dëshira për virtytet e larta, kjo të ndihmon në më thonë që me arrit altruizmi. E tash, unë dhe të përmeni disa fjalë të dietarëve, në më thonë që tregojnë rëndësinë e altruizmit të muslimanëve. Dhe para, thot Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, thot, unë e kam jetu në një kohë, kujt ja thot këtë? Ja thot tabiinëve, që edhe tabiinët janë shumë gjenerate mirë dhe është një prej gjeneratave më të mira të historisë njerëzore, mirë po s'kanë qenë sikur se sahabët. Thot, unë e kam rinë në një kohë kur ndonjëri prej nesh mendonte se dinari sa herë më shumë i takon vllajt se sa do me thonë për shembull më shumë menojshmi për tjetrin se i takon pasuria se sa neve. Ndërsa në këtë kohë dinari dhe dirhemi është më i dashur për ne se sa vllai musliman. Hamad ibn Ebi Hanife. Ebu Hanife rahimahullah e ka pas një djalë të cilin e ka quajtur Hamad. Hamadi kush është? Hamad ibn Ebi Sulejmani është mësuesi i Ebu Hanifës. Mësuesi i Ebu Hanifës më i madh, të cilin e ka zaventsuar në xhami Ebu Hanife rahimahullahu taala, sa i ka qenë dietar i madh, te i cili ka mësuar domethënë Ebu Hanife, edhe është bë dietar taj. 20 e kusur vjet domethënë ka qëndru në derset e tij. Edhe Ebu Hanife është model. Kur vdes Hamadi, Ebu Hanife e zëvenin e tij në xhami dhe ai vazhdon mësimet e fikut. Edhe pastaj për dashurisë që e ka pas me hoxhës vet, djalin e vet e ka qyt Hamad. E ki Hamadi e ka një fjalë shumë interesant. E ka pas Hamadi një shërptore. Jo, më falni. Hamadi tregon, Hamadi djali e Ebu Hanifes thot Davud al-Tai. Davud al-Tai ka qenë gjithashtu një prej nxënësve të Ebu Hanifes, mi po njihet sikurse njeri shumë i devotshëm. Edhe përmenet shumë për veprimet e tij. Quhet Davud al-Tai. Davud al-Tai, amrini ko? Davud al-Tai thonë ka qenë çaq i devotshëm.
Pse ka qenë i devotshëm? Shkaku se o shoqënu shumë me Ebu Hanifën, hoxhën e vet. Edhe këtë Davud e Taj ka pas një shërptore. Ama kush e tregon rastin? E tregon djali i Ebu Hanifës. Djali i Ebu Hanifës, Hamadi. E ka pas një shërptore. Edhe ajo një ditë i thot, të ta bëjmë, thot, një filan ushqimi, se moti nuk i hangur ushqim të mirë. Dhe me thonë, ato kanë jetu shumë me pak ushqim. Thot, po. Dhe pasi që e përgadit shërptoria e ti, e përgadit ushqimin, atë ushqimin që ai shumë e paska dasht, kur ja sjell ushqimin, ki i shkon ndërmend, thot, çka është puna me jetimët, filan jetimi, filan familje që ka jetim, si është puna, po thot çashtu, kur gjë s'ka ndryshu. Ato janë çashtu keq, janë si janë konë çashtu janë. I thot Davudi, i thot, merre këtë ushqim edhe, domethënë merre këtë ushqim edhe çova ative. Hala pa i provu. Pa ja thot, po ti s'ke hangër hala, kur gjë. Thot unë e shpresoj te Allahu subhanahu wa taala. Thot që kjo me mrit e arshi i Allahut. Se nëse ne ja japim jetimve, kjo ka me shku te Allahu subhanahu se vapi demek. Ndërsa nëse unë e ha, kjo ka me shku, ku ka me shku? Ka me shku, me thonë, në nevojtore. Thot, ma shumë du me shku ushqimi, me shku te Allahu, a i se vapi du me shku te Allahu subhanahu wa ta'ala, se sa me shku, do me thonë, me përfundu, do me thonë, atje ku përfundon. Është edhe rasti, dhe, më thonë, ka shumë raste, më thonë, po më veç të i zgjeda, është rasti kur Omeri radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çet fjalën se duhet mu përgatit për një prej betejave dhe luftrave që i plagën fillonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i urdhnoi sahabët me dhon kush sa mundet me mbledh pasuri. Më thon këtë rastin e shumë e kam dëgjuar edhe këtu te ne për hoxhallarëve që kur kam qenë, më thon më i ri, edhe vinë, si të edhe Omeri radiallahu anhu ka bon gara sa herë me Ebu Bekri, po sa herë Ebu Bekri ja ka shku. Ja ka te i kalu në gjdo vej për të mirë. Për qatë edhe Ebu Bekri është njëri më i mirë i këti Omeri. Edhe qka banë, thot Omeri radiallahu anhu, sot kam i befasu kretë. Qka ka pas, në me thonë, prej pasuris e do në gjysë, kretë. Shemëm, nëse i ka pas të zamë 10 lira, të arit pensi merë. Nëse ka pas në më thonë pare të, sa ato janë dinar, të arit kanë qenë dinar që unë, nërsa ato monedat e argjendit janë qenë dirhem. I ka marrë gjysën e pasurisë, gjysën e ushqimit, gjysën e teshave, gjysën e armëve ketë, edhe i bjetë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e she, thot, çka ki lanë ti për familjen tënde? Po thot, qaq, sa kum përu, qaq e kum lanë edhe për familje. Më thonë, gjysmën e kam nda. Edhe tu, bisedu kështu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vjen Ebu Bekri radiallahu anhu. Vjen Ebu Bekri, a Ebu Bekri ka qenë i pasur. Në me thonë, i ka prun krejt që ka pasur. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka i ki lanë familjes tënde? Thot, ja kum lanë Allahun edhe pejgamberin. Ja kum lanë Allahun edhe pejgamberin. Që kjo është? Në me thonë, me mi dhonë për parësi, edhe kjo është altruizmi, mi dhonë për parësi, asaj që është Allahu, ndaj asaj që e ki në jetën e kësaj bote. Edhe Omeri radiallahu anhu thot, pas kësaj dite, kur mo gara s'ka me bo me ti. Sa është, në me thonë, e pa mundsh me ti, me të fitu. Për qatë të ndëruar vazën, në me thonë, këto kuptime, këto nuk janë vetëm, në me thonë, veç me ndëgju dhe me na u duk, si kurse pralla. Duhet mu mundu njeri, nëse ne duam për shembull që si musliman ta kthejmë fuqinë e islamit, ta kthejmë atë mirësinë e islamit, të krijojmë një shoqëri ku jo që s'kena mutuar se dikush po na i merr atë që na takon neve, po dikush, domethënë me ardhmë në një gjendje që dikush mi dhon përparësi, domethënë mi dhon përparësi vllajt vet ndaj kënaqësive të tij të jetës së kësaj bote. Nëse e mbrim këtë, kjo do kthehet inshallah te muslimanët. Atëherë kur të kthehet te muslimanët kanë më kthie edhe shumë gjëra tjera dhe kanë më kon muslimanët, domethënë jo në këtë gjendje në të cilët jemi tash. Tash për shembull fatkeqësisht ne dje folëm për shembull se sa keq është, domethënë kur ndëgjojmë se te muslimanët cilësitë këqija kanë të pranishme më shumë se sa ata janë muslimanët. Kjo tregon se ne islamin e kemi sipërfaqësisht. Islamin ndoshta e kemi vetëm me fjalë.
Islamin ndoshta e kemi veç në majë gjuhës. Islamin kur ta kemi në thellësinë e zemrës dhe shpirtit, atëherë ka më ndryshuar gjendja jonë. Allahu na mundsoft. Walhamdulillahi rabbil alamin.